Brenda një periudhe 24 orësh, Inspektorati Kombëtar i Ushqimit ka kryer 6 aksione kontrolli të përqendruara kryesisht në kryeqytet dhe në pika doganore, duke zbuluar sasi të konsiderueshme ushqimesh që nuk përmbushin kriteret e sigurisë ushqimore. Inspektorët kanë bllokuar 5 ton djath Guda, 944 kg filet pule, 56 kg qumësh plur të shoqëruar me lëndë të parë për përdorim në pasicëri dhe 27 kg proshut. Asnjë prej këtyre produkteve nuk kishte fletë origjine, etiketë ushqimi apo informacion mbi duke shkelur ligjin për etiketimin e produkteve ushqimore. AKU njofton se ky ligj është i detyrueshëm si për produktet e prodhuara në vend, ashtu edhe për ato të importuara. Çdo produkt që futet në Shqipëri duhet të shoqërohet me fletë analizën përkatëse dhe etiketën e përkthyer për të garantuar transparencën e përmbajtjes dhe sigurinë për konsumatorët. Për mungesën e këtyre dokumenteve dhe informacioneve, operatorët e bizneseve janë dëshkuar me masa administrative dhe gjoba sipas legjislacionit në fuqi. Në një rast tjetër, në pikën doganore të Tiranës janë bllokuar 23 tonë 125 kg ushqim për peshqit importuar nga Serbia, i cili rezultoi se kishte skaduar 6 muaj më parë. Ushqimi ishte porositur nga një kompani peshkimi për të ushqyer peshqit e rezervuarit, por AKU vendosi kthimin e tij në vend të origjinës për shkak të skadencës dhe rrezikut për sigurinë ushqimore. Kontrollet e fundit nënvizojnë rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë ushqimore dhe ligjit për etiketimin e produkteve si një mjet për mbrojtjen e konsumatorit dhe garancinë e cilësisë ushqimeve të tregut. AKU kërkon bashkëpunim nga të gjithë operatorët dhe paralajmëron inspektime të mëtejshme për të siguruar që produktet ushqimore të përmbushin kriteret ligjore dhe të mos rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.